Përshëndetje, ja ku takohemi në Ferma Club. Do të jemi së bashku rreth 1 orë me reagime, debate dhe diskutime. Familjar, panelist dhe shumë situata do të sqarohen në klubin ton. Ju na keni dërguar shumë pyetje dhe ne sigurisht do t'i japim të gjitha përgjigjet. Brenda fermës janë përforcuar grupet, por janë shfaqur shumë pakënaqësi dhe shumë konflikte. Dhe sigurisht ne kemi mbajtur të gjitha shënim. Bashkë me mua, sot do të jenë 3 panelistë të cilëve nuk i shpëton asgjë. E para që na bashkohet, një gazetare shumë simpatike, të cilës ne ja duam shumë ligjëratën e drejt për drejt, Klotilda Harka. Mirëserdhje Klotilda. I dyti, ai është një gazetar i portalit Living, një miku im shumë i mirë, gazetari Konstantin Feshte. Mirëserdhje Konstantin. Shumë nice si ti. Unë do të ras Nini, ti e di se nuk do të ras dot Konstantin. Jam shumë i lumtur që jam këtu me ty. Mezi po pres që ti dëgjoj të gjitha opinionet e tua rreth fermës. E fundit, jo nga rëndësia, sepse ajo është opinionista jon e përhershme, Dorina Mema. Mirëserdhje Dorina, nuk e ardh vetëm sot, ke ardhur bashkë me Bun. Patjetër se po qante dhe u ktheva dhe e morë. Për e shumë mirë që e more, ne gjithmonë e mirëpresim në studio. Eltoni sot nuk mundi të na bashkohet duke qenë që ishte sëmur, ne përshëndesim dhe presim të shtunën tjetër në studio. Mirë, do ta nisim këtë pjesë të parë të Ferma Club me shumë gjëra, me shumë diskutime që kanë ndodhur aty brenda në fermë. Situata e parë që dua të diskutoj është rreth Andreas, Frederikut dhe Anduelit. Do ndjekim një klip dhe do rikthehemi në studio me diskutime. Dyshja që humbet nga sfida që do realizohet, si tani e dini, shkon në një televotim kokë më kokë. Atëherë duke parë pak shoqëritë që kanë me njëri tjetrin, se e di që Nena me Yllin ka paka shumë, më shumë afrimitet, më shumë shoqëri, dhe e di që do të bëjmë pamundurën për ta fituar sfidën, për të shpëtuar njëri tjetrin. E njëjta arsye është dhe për Frederikun dhe Anduelin, që do të bëjmë patjetër për ta fituar sfidën që të shpëtojë njëri tjetrin. Jo, është e vërtet, më vret, që është jem realist, më vret, patjetër që më vret dërgjegja kur i shikojnë këtë pikë, sepse nuk e mendova kështu. Sonte, puntata e fermës përkon edhe me fuqinë e Haj Malis. Qoftë për Haj. Diq letrën e dytë për të anulluar të eliminuarin. Zgjidh mes Anduelit dhe Frederikut për nominim të përhershëm. Na shiu në breshër. Zgjedh Frederikun për nominim të përhershëm. Motivi është sepse unë besoj të fuqia e Frederikut. Kemi bërë një përmbledhje me një vendim shumë të vështirë që pati Andrea me 2 miqtë e tij më të mirë, siç i thot ai dhe brenda në fermë. Bashkë me ne sot është dhe në lidhje direkte motra e Andreas, e cila do të diskutojë me ne rreth të gjitha çështjeve dhe gjërave që po ndodhin me Andrean brenda në fermë. E përshëndesim, është Ana. Përshëndetje Ana. Mirë se erdhe kështu virtualisht në Ferma Club. Përshëndetje, mirë se ju gjeta gjithëve dhe shumë faleminderit për ftesën. Në pamundësi të jem fizikisht aty, por shqyr zotit kemi dhe këto lidhjet virtuale. Patjetër, ti shumë faleminderit që gjete kohën dhe ne bashkuar sot në Ferma Club. Ana, pyetja ime për ty është sa i sinqert është Andrea në atë zgjedhje që bën dhe në, le të themi, justifikimin që ai nxjerr, sepse zgjodhi 2 miqtë e tij për t'i çuar në një nominim, ata humbën sfidën, dolën në një nominim kokë më kokë dhe njëri prej tyre duhet të largohej. Andrea, siç është edhe jashtë, është edhe aty brenda, është 100% i vërtet dhe ai e ka shpjeguar shumë mirë, jo një herë, por shumë herë për zgjedhjen që bëri. Duke ditur që Nena me Yllin shkojnë mirë me njëri tjetrin dhe do bënin pamundurën që të fitonin sfidën dhe mos të ishin në nominim. Të njëjtën gjë do bënte dhe Andueli me Frederikun. Prandaj bëri këtë zgjedhje sepse besonte shumë në të 2 miqtë e tij. Ana, më falë, dua ta pyes Ninen. Nini, ti e shet të sinqert Andrean në këtë zgjedhje
Dhe në justifikimin që ai dha pse bëri këtë zgjedhje. Unë mendoj që në këtë pikë të konkurimit është shumë e vështirë të balancosh dëshirën për të qenë i sinqert dhe i vërtet me dëshirën për të qenë strateg dhe në fund të ditës për të fituar. Unë personalisht nëse do e konsideroja dikë relativisht që mik të mirë timin brenda asaj eksperience ku kalon të gjithë kohën tënde, me rregull të rreshi do linte ideja tek unë dhe tek publiku që do e mbroja. Kështu duke çuar Frederikun në nominim të përhershëm, sepse Frederiku ka një fanbase shumë të madh dhe nuk e nxjerrin, ti po rrezikon mikun tënd më të mirë në ferm, sepse Anduelin ti e vendos në një rrezik që është i paparashikueshëm. Pra mund të jetë shumë i pëlqyer. Unë personalisht Anduelin nuk e kam një ndër figurat e mia të parapëlqyera këtë sezon dhe e vendos në një situatë tepër të rrezikshme. Kështu dhe nëse ka qenë i sinqert, ndoshta ka qenë pak e agravuar ose ndoshta ka qenë pak i nxituar me vendimin e tij, sepse nuk ma merr mendja që e ka menduar mirë. Klotilda, ti si e sheh këtë vendim të Andreas të vendos Frederikun në një nominim të përhershëm, por ndërkohë Anduelin e lë pak më një anë, mos është ndoshta ai nuk e mendon që Andueli është kaq i fortë në publik. Jo, e mendon që është i fortë dhe në këtë pikë që ka arritur Ferma nuk ka më rëndësi kush është miku më i ngushtë. Tani, secili prej tyre mendon si të mbetet në historinë e Fermës, që të bëjë ato nominimet që vërtet do mbahen mend gjatë, edhe pasi të ketë mbaruar Ferma. Por mendimin tim, Andrea sheh si rivalin më të fortë pikërisht Anduelin, dhe duke bërë këtë zgjedhje që bëri, pra duke vendosur Frederikun në nominim të përhershëm, i bëri një, si të thuash, një dis Anduelit për të treguar që unë nuk të shoh rival kaq të fortë. Po nga ana tjetër, në ndërgjegjen e tij patjetër që ai e sheh Anduelin si rivalin më të fortë. Madje ai mendon se deri tani Andueli dhe ai vet do jenë ata, si të thuash, luftëtarët që do shkojnë base kokë në kokë në finale. Në finale, po. Dorina, dua dhe një opinion nga ty, të duket strateg apo mik në këtë rast, Andrea? Aty me këtë ngjarje ne shikojmë që nuk ka më misi, ka filluar tashmë. Ndjehet gara. Gara për të fituar dhe ato tani i mbyllin lidhjet e misis dhe secili nga brenda e ka kuptuar që tani jemi për veten tonë dhe misi mund të jetë një misi e shtirur derisa të shkojmë në finalen ku do përballemi për të fituar, sepse fiton vetëm një. Po flasim misi loja, sepse ato mund të jenë miq kur të dalen. Po flasim gjithmonë brenda lojës së Fermës. Do ta shikojmë dhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Ai e shikon rrezik Frederikun, sepse realisht Frederiku ka një arenë të gjerë ndjekësish dhe të moshës, jo vetëm të rinë, po dhe të moshës së thyer, sepse i përket kohës ku i ka dhënë jetë televizioneve në vitet 90. Pra ka një fanbase më të gjerë se sa mund ta ketë Andueli, që është një artist më i ri. Po, e ka shumë më të gjerë sepse kap dhe moshat e tjera, por dhe moshat e reja tashmë mund ta klikojnë dhe e kanë parë se sa filmat këndshëm ka pasur, se sa këngë të bukura ka dhe e ka elementin e një artisti të madh. Dhe kjo i jep një favor atje për ta votuar kur je në M2. Pra kur je në dy element që ngjajnë në disa situata, këtë votoj, kur je midis dy karaktereve që je në lëkundje, ti do anosh gjithmonë tek njeriu që e ka më të lartë figurën e tij mediatike. Dhe mendoj se kjo ndikon pozitivisht tek Frederiku. Dhe Andrea i ka rënë drejt për drejt, nuk besoj se ka bërë një strategji shahu me zbulim, por ka dashur direkt shamat. Pra ka dashur direkt që Frederikun duhet patjetër ta spostoj sepse unë duhet të fitoj. Dhe ai e ka ndarë mendjen për fitore. Duket, Andrea mendoj që është një nga fermerët i cili e ka synimin e qartë aty brenda. Ndryshe, për shembull, nëse e krahasoj me karakterin e Elinarës, që do dhe ta shijoj, ka atë botën e saj. Andrea aty është përfitore, ka harruar botën e tij. Ai merret me temat, me kauzat, ndërton personazhin, kërkon që të luftoj kokë më kokë edhe me Big Bastën ndonjëherë që janë me atë pjesën Po kanë kryer ato dy polet e kundërshtarëve. E personazheve që
duan të krijojnë ngjyrën e tyre. Pra kjo është ngjyra ime, idhi një syt nga unë, kjo është ngjyra ime, idhi një syt nga unë. E kërkojnë këtë dhe kjo është gjë e mirë. Në fakt, unë kam një pyetje për Anën. Ana, ti mendon që Andrea ka një mik aty brenda shumë të mirë në këtë rast Anduelin? Jam shumë e sigurt, ashtu që edhe ai është shprehur, që ai e ndjen vërtet afër zemrës dhe konsideron vërtet një shok shumë të mirë. Dhe jo më kot, ai pavarësisht se ka dy shok shumë të mirë paralel, dhe gjithmonë anon nga Andueli dhe me zgjedhjen që bëri për Frederikun, sepse Frederiku është shumë i njohur, është shumë vite në karrierë e të tjerë dhe e di që Frederiku do t'ja dali dhe këtij nominimit dhe pse jo t'i jepte Anduelit akoma shanse më të mira dhe si shok të mirë që ka, do që ta ketë aty brenda, pse jo. Unë nuk e shikoj fare një gjë të keqe, një shoqëri të tillë që ata kanë ndërtuar së bashku. Sepse publiku është ndonjëherë edhe i çuditshëm, nëse ai do zgjidhte të dërgonte Anduelin në nominim, i binte që do ishin dy shok kundërshtar dhe normalisht përsëri do ta konsideroni sikur ja bëri gropën shokut prap. Dhe jam e sigurt që ai ka dhënë një vendim shumë të sinqert për Anduelin që ka. Po, por indirekt, ai e nxjerr përballë Frederikut Anduelin. Dhe Andueli me Frederikun që ka një fan base më të gjerë publiku, e rrezikon shokun e tij. Pra indirekt ai rrezikon shokun e tij. Ndoshta ka qenë një lëvizje e pamenduar e tij. Unë nuk mendoj se e rrezikon sepse Andueli është më i shkathët fizikisht të bëj sfidat që Ferma ka. Dhe për këtë arsye, besoj se e ka menduar shumë mirë që Frederiku në një krah ka audiencën e tij shumë vjeçare dhe Andueli ka forcën e tij për të vazhduar sfidat. Kush fiton sfidat, e dim që ka avantazhe të tjera. Andrea mori përsipër dhe riskun që nëse do humbiste sfidën, do dilnin kokë më kokë në nominim dhe kjo gjëja u dinte që në fillim pa u bërë ndarja, u dinte që dysha humbse do shkonte kokë më kokë në televotim. Kështu që prandaj ne po e diskutojmë dhe duket pak sikur ai vendosi në vështirësi të dy. Kjo është nga ato situatat hypset vrava, zbritset vrava. Duket sikur qëllimi i shteti Andreas ishte të largonte Anduelin. Gjithë ideja është që po ta dëgjosh për shembull dhe në kur flet ti thua okay deri diku bën sens, sepse po prap qëndron ajo që dhe nëse do nxirrte Anduelin në nominimin për hershëm, njerëzit do kishin pak kënaqësi, kjo është e padiskutueshme. Por që gjithsesi, unë mendoj që është një lëvizje deri diku e gabuar, sepse publiku, siç e tha dhe vet Ana, është i paparashikueshëm. Pra ti nuk e di se kë do nxjerrë publiku në një eliminim Elinara Anduel, ose pra ti nuk e di se si publiku vendos. Që kështu në të dyja situatat është shumë Nga ana tjetër, Frederikun e ka riskuar jashtë mase, sepse vërtet Frederiku është më i famshëm siç tha Dorina, por personazhet e tillë që i përkasin elitës së artit, në këtë kohë që jetojmë ndjen pak jashtë kohës, që do të thotë që ato që votojnë edhe mund mos të votojnë Frederikun, sepse mbrezi që voton dhe ndjek këto formate mund të votojë Anduelin. Pak më i ri. Kështu që duhet që edhe sfidat nuk është në gjendje që ti përballoj të gjitha, sepse janë shumë të vështira, automatikisht Frederiku është i riskuar. Duhet thënë dhe diçka tjetër, përveç faktit që përveç popularitetit që mund të kesh jashtë, shumë herë ndikon edhe loja që ti bën brenda. Kështu që është një faktor shumë i rëndësishëm dhe mbase loja që bën Andueli mund të preferohet më shumë se loja e Frederiku dhe Anasjeltas. Është lojë më e kohës, është personazhi i memeve dhe personazhi që mund ta pëlqejnë më shumë brezi që voton për këtë format. Unë doja të rikthesha prap tek Ana, doja ta pyesja nëse do kishte mundësinë të futeshe brenda në ferm, cila do ishte këshilla që do i jepje Andreas? Se mendoj që ai ka nevojë për një këshill, sidomos nga motra. Dhe normalisht të gjitha aty brenda janë të ngarkuar dhe normalisht ndonjëherë ka nevojë për këshillat që familjarët i japin kur i takojnë.
por nuk është se do kisha ndonjë këshill specifike, thjesht do t'i thoja, vazhdo kështu siç je, sepse ai është vetvetja 100%, ai atë që ka thënë që në fillim për Anduelin që janë shok dhe do ngelen shok, në fund kush shkon në finale ose nëse janë kokë më kokë sfidë gjithse kush lufton për vete. Patjetër. Patjetër se aty të gjithë kanë hyrë vetëm dhe do dalin vetëm. Vazhdo kështu siç je, sepse ne që e njohim nga jashtë dhe e dim se zemrën e tij të bardhë, se sa i sinqert është, ne që e njohim e dim shumë mirë që ai është vërtet 100% i sinqert dhe Andrea ka një gjë, nëse Andrea si futesh në zemër dhe nëse krijon shoqëri me dikën, nuk e llogaritas veten. Por, siç e kanë thënë gjithmonë që të dy, nëse vjen dita që do jenë në sfidë kokë më kokë gjithë secili, jo vetëm ata dy, por gjithkush do luftonte për veten e tij, edhe nëse në finale do jenë kokë më kokë, fitoft më i miri. Ana, ti cili mendon që është rivali tim më i fortë brenda në ferm? Nuk e di, me thënë të drejtën, sepse mendoj që është akoma shumë shpejt për të krijuar, për të vendosur atë rivalin më të fortë. Unë them që ata gjithë secili, tani ka filluar, mendoj se tani ka filluar loja, edhe gjithë secili kanë marrë ato grupimet e veta. Duhet thënë që kanë mbetur dhe një muaj, paka shumë nga ferma, kështu që nuk mendoj që nuk është herët, domethënë sa më shumë kalon koha, shkurtohet dhe rritet dhe intensiteti i sfidës. Është kulmi dhe akoma nuk janë pozicionuar tamam siç duhet që të shohin vërtet kë kanë rival. Të paktën nuk kështu e shoh nga jashtë. Në fakt ne kemi perceptuar dhe kemi diskutuar këtu në studio shpeshherë që Big Basta duket sikur është rivali i Andreas. Domethënë duket sikur janë krijuar atë që tha dhe janë krijuar dy pole, Andrea gjatë gjithë kohës ka debate me Big Bastën dhe i kanë shfaqur njëri tjetrit pa kënaqësi dhe atë nuk e kanë qef njëri tjetrin, nuk e krijojnë terrenin për të ngjitur. Po krijojnë terrenin për të krijuar dhe miqësinë e tyre dhe po krijojnë dhe ushtrinë e tyre për të ecur përpara. Dhe i kanë ndarë. E kishin që në fillim këtë situatë, ishin me një energji që përplasej. Ishte një energji që shikonin njëri tjetrin si rival. Dhe kjo po përcillet tashmë, ditë pas dita. Dhe Andrea ngul këmbë për të vajtur në finale. E ka treguar këtë karakter. Ne do ta ndjekim, do ta shikojmë. Jam shumë kureshtare të shikoj si do shkoj skema Frederik dhe Anduel. Po, në fakt, gjithë jemi kurioz se ishte një vendim shumë i vështirë edhe që na çuditit gjithëve. Ana, dhe një pyetje tjetër. Ne, puntatën e kaluar, kemi diskutuar këtu në studio rreth një letre që na dërgoi nusja e Andreas për një deklaratë që ka bërë Andrea brenda në ferm, kur lindi vajza. Doja të dija nëse ti ke arritur të flasësh me bashkëshorten e Andreas dhe Po, sigurisht, sepse kam folur, kam shtëpisë. Normalisht që kam folur. Sigurisht që ke folur. Në flasim në rrobë të shtëpisë, atëherë çfarë na ngelet nga kjo jetë. Sepse ne kemi dëgjuar që ai ishte ndjerë shumë keq që erdhi në jetë një vajzë dhe jo një djalë dhe ne diskutuam dhe këtu në studio këtë deklaratë, që ishte një deklaratë shumë e fortë. Si ju duk kjo deklaratë, ju pëlqeu apo jo? Ndërsa unë do përgjigjem me një pyetje. Kush është ai shqiptar që deri dje, nuk po flasim sot, po deri dje, nuk ka hedhur pushk për djalë. Më qafsh. Tani ka shumë, po të pyesësh babin tim, babi im thot jam shumë i lumtur që kam dy vajza. Jo, nuk... Tani fare sepse ai e ka shpjeguar. Nuk përgjithsohet, domethënë E po nëse Andrea ka shpjeguar... Nuk jam dakord, Ana. E ka dhënë një mesazh për të gjithë dhe për veten e tij. Deri në 7 muajshe, në doktorat, nuses i kanë thënë që e ka djalë. Dhe normalisht, si të gjithë, është rritur nga një familje, jo nga një familje, por është rritur në një mentalitet që të gjithë fëmijën e parë si në Shqipëri që e duan djalë. Dhe normalisht, ai
deri në momentin e dytë, që i kanë thënë që është vajzë, ka menduar që është djale, ishin bërë përgatitjet për djale dhe kur e ka marrë vesh që është vajzë, normalisht ka menduar që çfarë u bë tani, një herë më thanë djalë, një herë vajzë, edhe normalisht ishte ai e momenti. Po, deklarata e Andreas ka qenë që i thash nuses të merrte gjëra dhe të shkonte tek jate. Domethënë të kthente në shtëpi. Po mirë, mos jemi këtu në këtë zmadhaj. Ka qenë Andrea vërtet një burr zakoni? Atëherë, deklarata ishte ashtu, por a u kuptua mesazhi i deklaratës? Po ç'mesazh, kush është mesazhi? Njëni po, se të shoqë një pak... një sekond, se kjo është sharake me të vërtetë, për ti shakave. Kush është mesazhi? Ç'a mesazhi po japim? Se Andrea kish kuptohet për Anduelin, okay, Andrea ne kish kuptuam. Andrea kish kuptohet për deklaratën e tij, okay, Andrea u kish kuptua. Tani ne personalisht Andrea nuk e njohim, as Andrea, as Anduelin, as Elinarin, as një lloj individi. Tani ti kur merr pjesë tysh në një format reality show që në fund të ditës tregon se kush ti je me të vërtet, nëse do të dalësh mirë, sigurisht ti je vetvetja, ajo është kryesorja, por tani disa gjëra dhe i mendon para se ti thuash, se tani nuk mund të dalim. Po sikur ta ketë vënë me qëllim, është një mjeshtri rrjeteve sociale. Ana, mendoni që ai duhet të sajoj një histori? Jo, për mendimin tim, Ana, për mendimin tim me gjithë respektin, në 2025-ën, disa mendime, më mirë ti mbash për veten tënde se sa ti thuash me zot lart. Për te shakave, se po flasim, jemi në një televizion kombëtar dhe tani mos flasim për mesazhe ose më saktë mos përdorim fjalën mesazh, se nuk është mesazh që kush është ai shqiptar që set pushkën për djalin. Aman, ju lutem se kemi kaluar. Dikur kam thënë, dikur, pavarësisht se sot gjërat kanë ndryshuar dhe jam shumë e lumtur që të gjithë shqiptarët kanë ndryshuar dhe unë një ndërto e ti e të tjerë. Por, mesazhi ishte që ai është sensibilizuar që nuk ka dallim, nuk bën dallime, nuk ka fare dallime nëse është vajza apo djalë. Në momentin që ai ka marrë vajzën në krah dhe ka kuptuar se çfarë do të thotë të kesh një evlad, të kesh një fëmijë dhe ai ka ndjekur të dyja lindjet vet, madje është prindri më i lumtur e ka shprehur shumë mirë që ka dy vajza, madje ta dëgjosh sot është Ju e keni zgjuar, është shumë i lumtur që ka dy vajza, nuk është pse ta merrni kaq, si një gjë të padëgjuar, nuk është një gjë e padëgjuar, ai po tregonte një histori dhe se si ai mendon tani, se si ai ka ndryshuar, pse askush nuk ka lindur i ditur dhe i shkolluar apo i emancipuar apo të tjerë. Të gjithë me kalimin e kohës, me vitet ndryshojnë e çdo gjë tjetër, emancipohen, u hapet mendja, mentaliteti e të tjerë. Unë mendoj që me letrën e Gertës besoj se nuk ka më vend për të diskutuar kjo temë. Po Dorina? Pra kemi të bëjmë me një paftësi të shprehisë Andreas. Këtu kemi të bëjmë me një gabim të ti mënyra se si është shprehur dhe me një zmadhim të medias, kuptoj gjithmonë media titujt i kanë pak zmadhuese, sepse të kërkosh një djalë është dëshirë mashkullore dhe nuk është gabim të duash një djalë, dhe unë dua një djalë, tham herën e kaluar, e shpjeguam. Por mënyra se si ai e ka shpjeguar që merri rrobat dil nga shtëpia ime atë pjesën e rreptësisë ndaj bashortes, kjo ishte dënim i publikut. Pra dënim që ta kuptoj dhe motra e saj. Ishte për pjesën se si ai ishte shprehur bashortes dhe e thënë nga vetë goja Andreas. Dhe kjo e bën Andrean të paaftë në këtë situatë për të shpjeguar një ngjarje të jetës me situatën që normalisht i dashuron dhe e do familjen e tij dhe vajzat e tij. Pra kemi të bëjmë me gabimin e Andreas këtu dhe duhet patjetër që të ketë kujdes në pjesën e shprehive. Do të është gabim, po unë e nisa dhe pak më parë, mendoj që mund të jetë edhe një strategji që e ka menduar, sepse historitë të tilla të treguara publikisht bëjnë shumë bujë dhe një personazh si Andrea që nuk ishte shfaqur në ekrane më parë, ishte shfaqur vetëm në rrjetet sociale, natyrisht që do gjente një gjë më të fortë për të rënë në sy, një histori më të fortë për të rënë në sy. Edhe pse ai mund të ketë kundërshtar gjithë botën, ai e di shumë mirë që më mirë të biesh në sy se sa të mos biesh fare. Kështu unë mendoj që mund të jetë edhe pak e paramentuar. Jo, kjo ka qenë një bisedë shkarasi, nuk besoj se është kjo ajo që ai mendon. Mënyra si e ka treguar okay, po si histori kam përshtypjen që e ka vendosur si qëllim për të bërë. Në fakt unë pyetja e fundit që kam për Anën është mendon që ky rrëfimi i Andreas e penalizon në publik, si rrëfimi i Andreas si nominimi që bëri për Anduelin. Unë nuk e shikoj fare të rrezikuar, fare.
unë mendoj që kemi të bëjmë me një paaftësi të kuptuarit në atë çka flitet, nuk e shoh fare dhe fare të rrezikuar as për njërin dhe as për tjetrën, sepse historia që ka treguar është pjesë e jetës dhe ai e ka treguar me padjallëzinë më të madhe, të themi, dhe nuk di si ta them, sepse të mendosh, e di si bëjmë ne ndonjëherë? Sikur ne kemi zbritur nga qielli dhe nuk kemi dëgjuar asnjëherë tema të tilla, apo nuk kemi dëgjuar asnjëherë një dëshirë të tillë. Unë nuk e shikoj të rrezikuar fare. Unë nuk mendoj që asnjëri nga ne nuk mendoj që e tha askush këtë pjesë. Ana, nuk është momentin që ti del dhe je në një reality show ku ndiqesh nga miliona shqiptarë dhe ke një mesazh për të transmetuar dhe ke një përgjegjësi për publikun që të ndjek. Ana, ne prandaj po diskutojmë. Ana, e kemi shumë bukur, jam sensibilizuar që mendoja kështu, por tani mendoj ndryshe që kam 2 vajza dhe jam shumë i lumtur. Kjo ishte pra mesazhi, kjo ishte sensibilizimi, duke treguar që vërtet ne kemi menduar ndryshe më përpara. Duke sjell në jetë një djalë, kush e di, do isha më i lumtur apo do më ruhesh mbi emri apo gjaku apo ku ta di unë, por sot jam shumë e lumtur dhe nuk bëj dallime. Çfarë mesazhi mund të kuptosh ti? Ana përsëri po e anashkalon atë që ka theksuar publiku. Fjalia ishte merri plaçkat dhe shkon në shtëpinë tënde. Për këtë është agravuar situata dhe ka reaguar publiku. Pra, nuk e shoh fare një gjë që të agravohet. Fare nuk e shoh një gjë, publiku të intereson, mediave u intereson të kapin vetëm pjesën ku është thënë kjo fjali dhe jo të kapin pjesën nga njishit, nga aja deri te zheja. Dhe të kuptojnë vërtet atë që ka dashur të thojë. Nini e fundit, se të ta mbyllim këtë pjesë. E fundit mendoj që dhe Ana është jashtë dhe ne jemi jashtë. Dhe sa i lumtur është apo s'është Andrea, këtë e di vetëm Andrea. Por që gjithsesi mesazhi, Ana ta thash edhe një herë, me gjithë respektin, nuk supozohet të jetë, jam i lumtur që kam 2 vajza se e mendova pak me veten time. Mesazhi që ne duhet t'japim është që kur hyni në një format televiziv, mendoni pak gjëra që thoni, sepse në fund të ditës ndiqen dhe kanë peshë. Aq më tepër për pretendent që pretendohen se janë në publik fermer, konkurrent fort për të fituar dhe për të shkuar deri në finale, kaq. Unë mendoj që secili nga ata që ka hyrë aty, thash, nuk është perfekt dhe nuk është askush që nuk gabon. Por e rëndësishme është që mësojnë nga gabimet dhe mësojnë këtë ecin përpara, kaq. Mirana, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne për gjitha opinionet që ti na dhe. Shumë faleminderit, unë duhet të kaloj në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Mos u largoni. Faleminderit. Në këtë pjesë të dytë të Ferma Club dhe përpara se të diskutojmë temën e radhës, dua t'i uroj mirëseardhjen aktores së njohur Adelina Muça, që na është bashkuar tani në këtë pjesë të dytë. Mirë se erdhe Adelina. Mirë se u gjeta. Adelina, ti vjen në mbështetje të Esterit. Padyshim. Në serialin Kuqesi ke luajtur rolin e mamas së Esterit. Unë jam mami numër 2, mami e ekranit. Dhe nga kjo që thua, do të thotë që marrëdhënia ju të dyjave është shumë e ngushtë apo jo? Kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme në fakt. Unë Esterin e njoh që në moshën 16 vjeçare. Edhe si të thuash edhe në bazë të rolit që ne kishim mamaja dhe vajza, roli ndikoi, si të thuash, edhe në marrëdhënien tonë jashtë kamerave. Dhe shpesh herë më duket sikur është vajza ime. Domethënë e shoh me atë emocion siç do të shija vajzën time. Si e ke parë Esterin këto ditë, sepse Esteri është kthyer një personazh që ka goxha debate aty brenda? Me thënë të drejtën, në fillim kisha frikë se do të rihiqej paksa, por unë e njoh Esterin shumë mirë. Esteri është shumë e drejtë për drejtë, edhe në një lloj mënyre, se unë ja them shpesh herë, është gangstere, gango. Por ka edhe pjesën e brisht, është shumë e ndjeshme dhe më vjen mirë që e shoh më aktive. Më aktive se në fillim. Më aktive dhe aktive shumë në debate, dhe në fakt kemi një insert të një debati që ka ndodhur dje pas Prime-it. Esteri dje është zgjedhur kryefermere nga Frederiku dhe ka vazhduar një debat me tone jo pak të ulta me Elinarën. E ndjekim dhe rikthehemi.
orën 3 natës do të qash kam live pjatat. Ja po do live. Në orën 3 në natës do të qojnë të live pjatën. Ja po tani do live pocin e televizorit. Nuk të tha njëri ti lash. Uha! Para punës të vërtet. Uha! Se e gjithë kjo femër. Ora 3 natës mas prajmi do të qoka mund të lakam pjatët se do filani. Wow, bravo. Bravo, në orën 3 natës do laj unë se do thot kjo. Bravo, t'lum. Bravo, qëp. Notë 10 e more. 10 me ju në balë. Do të qojnë partizane. Famerak. Do të qojnë partizane. Mua. Ty do të qojnë partizane. Për të larë pjatën në orën 3 të natës. Nuk të tha njëri të lash pjatën. Po qarë po më toje, shkoni lajt të pjatat te. Shko më lajt të pjatat, ora 3 natës mas prajmi. Unë të sugjeroj mos pish më verë, motër. Jo, motër, pive ti verë, se unë s'piva. Ja, pive ti. Ka arge pive 2 shishe, se unë s'piva farë. Unë sugjeroj mos pish më verë, e kupton që është... Sepse, jo, Estiri e ruan, në momentin që ti vetë nuk do, atëherë ta thot. Ka një gjë, Nesi Brez, unë jam afërsisht në njëtën mosh me Esti, Nesi Brez kemi ca batuta që të therim. Po që, se bëshaka. Po, mos bëshaka fare, kam vajzën në shtëpi. Elinara i thot të je partizane e larës e enve, kupton është se përplasje brezash. Unë, përplasje brezash, unë mendoj që në një lojë kjo pjesa e brezave sa ndikon, a ishtë dhe ndikon, po tani unë nuk e di çfarë i nati ka patur Elinara. Jo, është përplasje brezash dhe këtë ka ky reality show, sepse kemi 20 vjetë mos më tepër diferencë dhe ndodh kjo dhe në shtëpi, kur vajzës ti jep një urdhër, apo kur vajza ty të jep një urdhër në një mut, se ndoshta Elinara ka qenë e lodhur. Pikërisht. Dhe unë e di që Elinara... Elinara... që mos të mbajmë në parim. Po. Kush ka të drejtë? Esteri që i kërkon të laj enët, apo Elinara që nuk do t'i laj enët në 3 natës? Këtu nuk kemi të bëjmë me të drejtë, këtu kemi të bëjmë me Esterin që kërkon të shijoj situatën, sepse pushtetin që i kanë dhënë, po. Unë do me qënë se the që është tip gangoje, ajo duhet kishte sfiduar meshkujt, duhet i thoshte meshkujve, 2 meshkuj të zgjidhte për të pastruar, do doja të shikoja këtë situatë, ndërsa Elinarën, kur i thoja dhe unë dikur në shtëpi që do laj menët, thoshte në mëngjes se dua të shijoj këtë gotën e fundit të verës. Nëse ato kanë qenë duke pirë, unë ja njoh tipin e Elit, e di që do të shijoj atë darkën deri në fund dhe nuk është nga ato që do të çohet direkt për të larë enët. Adelina, nëse Esteri do të thonte ty në 3 natës t'i laje enët, do të çohesh t'i laje? Në fakt në shtëpi jo, po të ferma VIP po. Po the brenda në ferm. Sepse, jo, ka një gjë. Besoj që aty ka shumë gjëra të cilat bëhen edhe për të krijuar situatë. E vërtet. Domethënë dhe mua kjo më pëlqen që Esteri ka filluar të krijojë situata, qofshin këto që vinë natyrshëm apo edhe që janë të menduara. Dhe më pëlqen edhe kjo përplasja e brezave, sepse në thelb reality show është për të parë pikërisht këto lloj gjërash. Dhe kjo ishte e bukur në fakt. Po, mua më pëlqeu dhe më pëlqen edhe mënyra se si Elinara kthehet. Reagon, po. Se si reagon, domethënë sepse ka dalë keq. Brenda karakterit vet, por në fakt Esteri aty nuk ka kërkuar të lajë enët, ka kërkuar të mbledhi ushqimin. Se këtu kemi nuk ka dalë Elinara keq, se kemi shumë njerëz. Shumë gra organizojnë ditën e tyre dhe ka shumë gra që punët duan t'i bëjnë në mëngjes. Nuk i prekin kur në darkë. Ka shumë gra, unë i bëjnë në darkë dhe nuk dua kur në mëngjes të gjeja asgjë në lavaman. Pra janë disa karaktera, varet se si e menaxhon dhe se si e organizuar për të bërë punë të shtëpisë dhe atë nuk harron ta përcjellësh dhe në ferm. Sepse kjo jeta e përditshme, unë mendoj që vjen dhe pak nga lifestyle i përditshëm që nga mënyra se si jeton, në shtëpinë tënde. Patjetër, po brenda në ferm të ndryshon pak rutina dhe mënyra se si ti jeton jetën jashtë. Po Esteri nuk e priste. Esteri nuk e priste se donte të shijonte pozicionin e saj. Me që po flasim për luftën e brezave, jo se unë jam dakord me Esterin se motor pjatat i lanin të nesërmen si grup. Një bonding activity. Problemi nuk është tu. Problemi është dakord ja e the. Po shijon pushtetin që në momentin e parë që e morë pushtetin në dorë, bravo të qoftë. Asnjë gjë nuk garanton mënyrën se si Elinara
apo e justifikon mënyrën se si ja ka reaguar. Do me thënë, të bërtasësh me gishta në vesh, në 3 të natës, pse? Sepse dikush të ka thënë, blidh pjatën, tani, se s'mu duk ka që nevojshme. Mos duk pak i egzagjeruar reagimi e Elinarës? Reagimi e Elinarës është egzagjeruar. është tepër i egzagjeruar. Ai është tipi i Elinarës, më duket, që interpreton pak sa kur flet, më thënë bën pak aktrim, kështu më duket mua. Aktrimi varet kur staturon. Unë nuk mendoj që Elinara e ka aktrim, unë e njoh Elinarën edhe nga jashtë. Ajo në fakt e ka këtë lloj natyre, do të thonë që shprehet, por mua më pëlqen fakti që Esteri, edhe duke qenë ndryshim brezash, Esteri arrin t'i thotë dhe t'i tregoj që një grua nuk mund të bërtasi në këto lloj mënyre dhe nuk mund të ulërasi në këto lloj mënyre. Kërkosh dikujt të lajenët në 3 natë. Po ishte pak acaruse, në fakt se me atë fustan me xixha, dhe me ato qefin e fundit të asaj mbrëmjeje, i duke pak sa e pamundur. Po lideri prandaj ekziston aty. Po lideri madje kjo nuk është asnjë gjë, unë do doja të shikoja gjëra akoma dhe më të forta dhe më të vështira. Domethënë detyra dhe situata të sikletshme, për shembull, siç u tha, të vejnë të lajnë enët djemt apo të bëjnë punë të shtëpisë. Bëjnë punët për ata që janë brenda shtëpisë së madhe. Po jemi në një fermë dhe vazhdojmë ta themi që çalon pak dhe puna e fermerit. Pra aktiviteti i fermerit është pak i ngadalësuar dhe dalim gjithmonë të këto personazhet që po jetojnë sikur janë në një apartament. I kemi këto fazat, ato harrojnë që jetojnë në një fermë, në një botë të lirë, dhe vazhdojnë me apartamentin e tyre dhe skemat e tyre me këto temat sociale. Një e fundit sepse unë nuk kemi tema natyrale. Dhe me rregull treshi, për t'i vënë pikën në fund, me rregull treshi, me këtë që sa pohove, me këtë që sa pohove, i bie që Elinara nuk është në apartamentin e saj për të shijuar një gotë vere, po e mira është të lajenat. Ama dhe Esteri duhet të di kur t'i kërkoj punën. Jo, Esteri ka të drejtën edhe t'i zjoj nga gjumi dhe t'i kërkoj të bëjnë një aktivitet apo diçka tjetër. Është pozicioni i saj. Po prap, po. Unë i kisha zgjuar në 6 mëngjesit, po të isha në vend të Esterit. Në 6 me bil. Dhe prapë se prapë kemi parë si shkojnë zgjimet në këtë fermë këtë sezon, por që thënë kjo nuk është puna çështje faji, por unë mendoj që reagimi i Elinarës mbas asaj kërkese vendos Elinarën në pozicion më pak të favorizuar. Pikërisht, se s'dua ta them keq, po thjesht janë aq. Jo, Eli është karakter që mezi merr urdhra, nuk është karakter që dëgjon shumë urdhra. E ka këtë dhe po dallohet edhe këtu se më njëu jashtë. Në fermë. Jemi në fermë. Që kështu, urdhrat na bajnë. Nuk është vetëm debati me Elinarën, Esteri ka pasur një debat shumë të fortë dhe me Nenën. Për një parajgjykim, kam një klip që duhet ta shohim dhe mund ta diskutojmë. Jo, s'bëj programe me masazho. Thjesht deshta me bo pak show. Në qa ishte dhe thëmë. Nuk mundet me ngrit vetë të këshyr me mull mu. Në mëgjes dhe përmend hajtin. Qa që ja u percepton inteligenca. Ua? Kësaj si ikën menja nga hajt. Ngeli si vjen zonë. Ti vishesh me roba të ngushta për të bërë një masazh. Nuk jam mësu me jetu me këto parajgjykime ku më jetu 8 vjet në Zvicër. Kjo me ma parajgjuku veshen mu. Nuk më duke bukur të shiqofsha unë fshatare në tru. Kam mendimin tim të zgjedh të mos shkoj të shoh këtë masazhin. Thot që ma parajgjykon veshjen, Esteri thot që është mendimi saj personal, mund t'jetë edhe pak. S'dua të citoj atë që tha Esteri, po... Unë dua vetëm të them diçka, duke qenë se e njoh mirë nga jashtë, duke qenë se e njoh familjen, e njoh që në moshën 16 vjeç atëherë kur... A vërtet kaq konservatore Ester? Bënte ndonjëherë thonjt pak më të gjatë se ç'duhet edhe ne komplet si grupi familjes Kuqezi e trajtonim sikur ta kishim fëmin ton, edhe i sugjeronin për shembull që edhe thonjt kur ti bënte një çik më. Pra, përveç familjes edhe njerëzit me të cilët Esteri ka punuar, anonin çik te kjo pjesa e klasikës. E klasikës, domethënë ka një lloj, është një lloj. Jo, nuk e quaj fanatike, sepse Esteri është vajzë e re, po tashini Esteri është vishët edhe Esteri me të ngushta. Por
kam përshtypjen që nuk e kishte tek fakti i veshjes me të ngushta. Kundër masazhit. Ja do ta them unë, as masazhit, por se Esteri ka provuar dhe aktrimin, është edhe aktore. Ka të bëjë me të vetëndierit dhe energjinë që ti përcjell. Unë do ta thoja si regjizore dhe aktore që jam, do ta thoja që veprimi i batutës, pra nën teksti dhe energjia, është komplet ndryshe nga fjalia dhe nga ajo që ti po thua. Po nuk kemi të gjithë situata jepte një energji për të bërë shohu, për të kapur klikime, dhe kishte një lloj ndjesie, po themi, po e them erotike. Do më thënë deri diku, për të bërë pak spektakël. Dhe Esteri kam përshtypjen që këtë nuk e pranon. Pra mendon por zgjodhi mënyrën e gabuar të shprehurit duke thënë që me të ngushta, sepse s'donte t'ia thoshte në këtë mënyrë. Pra, Adelina, ti mendon që masazhi që i bëri Nena Frederikut ishte pak erotik? Po. Tani unë kam sy të shoh, ndjej energjin, kuptoj. Esteri nuk është, vjen nga një familje patriarkale, sigurisht, dhe aq sa është, po themi, moderne, aq është edhe konservatore, ose mund të them brenda disa rregullave, të cilat ajo i respekton. Kështu është edukuar. Mua pas keni vendosur të më sfazoni sot, do më thënë në këtë emision. Ej, po për qa po flasim? Sepse e para punës njerë, Nenën unë personalisht nuk e njoh si figurë, më përpara, e kam parë tek Ferma, okej, pra hyn tek ajo kategori vajzash që qartazi dikush do etiketonte si një femër sensuale. Pra, të jesh sensuale dhe të synosh diçka erotike me dikë që është baba i jot në mosh, tani këtu duhen ndarë gjërat, sepse po dalim prapë, një sekondë se nuk e kam mbaruar këtu. Gjithë ideja që po dalim prapë tek pjesa e parë e emisionit me Andrean. Tani nuk mundet ti të bësh disa deklarata, dhe këtu po flas shumë sinqerisht, nuk mundet të bësh disa deklarata që denigrojnë figurën e dikujt. Mund ta shprehësh mospëlqimin tënd, por nuk mund të thuash nuk bëjmë ne emisione me masazhe apo të thuash çështje veshjeje. Tani nëse flasim për gjëra erotike, ka pasur që nga dita e parë e Fermës dhe deri më tani që po pikërisht pra. Esteri është kujtuar shumë vonë të merë është larguar një figurë tjetër që e ngrinte Xhazëri. Që po prapë nuk është se kam, po kështu funksionon zakonisht. Nëse do të jetë mbaroja do ishte. Unë nuk po gjykoj dhe s'do ta bëja kurrë dhe se bëj kurrë, as të gjykoj as të paragjykoj Nenën. Çështja është që pikërisht duke qenë me një mashkull që është në një moshë të caktuar dhe është një figurë publike, ajo nuk e ka bërë këtë gjën sepse ajo është ashtu. Është çfarë? Sepse në ferm, pra është për të gjykuar apo për të paragjykuar. Nuk e ka bërë atë gest për këtë. Kjo e bën më të zezshme. Çështja është që në ferm, të gjithë aty, duan të kapin momentet caktuara në forma të caktuara. Dhe gjithsecili sipas mënyrës vet. Ajo është një femër shumë e bukur, është një femër shumë seksi, po themi, dhe duhet marrë, jo vetëm ai moment, po duhet marrë gjithë historiku. Ajo sa po hyri, pati një marrëdhënie me Limin që nuk mund ta mohojmë. Pra, pati një shkëmbim, kishte diçka në ajër, pra erdhi si me qëllim për të hyrë në mes të dy njerëzve dhe për të krijuar një lloj konflikti, po themi. Dhe normalisht duke hikur kjo pjesë, vazhdon dhe gjen gjëra të caktuara për të qenë në qendër të vëmendjes. Nuk është për të paragjykuar dhe Esteri e tha më mbrapa dhe tha që unë vetë dal me rroba të ngushta për treguar hire, tani janë goca të reja, është mëse normale. Trupin e kanë, bukurinë e kanë, absolutisht fare nuk e gjykoj dhe nuk e paragjykoj. Dhe në fund fare më erdhi shumë mirë që reflektoj që mbasi ishte pak e ashpër dhe i kërkojnë ndjes. Ne për këto njerëz kemi nevojë, që në momentin që bëjnë një gabim, ata të reflektojnë dhe të kërkojnë dhe ndjes nëse e mendojnë apo e ndjejnë që duan ta bëjmë. Dhe Esteri është shembull shumë i mirë, sepse nuk është hera e parë që kërkon ndjes, ashtu siç ka kërkuar ndjes edhe Erandit për mënyrën e të shprehurit. Tani mos të bëhemi më të shenjtë se papa, se jemi që të gjithë njerëz të cilët në komunikime të ndryshme dhe jo më në situatat të tilla
në rrethanat atilla mund edhe të dalim në skajet vetes tonë, të cilat nuk i kemi përjetuar ndonjëherë në jetën e përditshme, se janë rrethana. Ka egzageruar Esteri apo ka provokuar më shumë se ç'duhet Nena? Të dyja kanë ndodhur. Esteri ka shfrytzuar momentin që ka parë diçka që nuk është e zakontë, më thënë një vajzë si Nena e re, me Frederikun, po dhe kjo nuk është çudi, sepse edhe në jetë reale shohim pafund çifte që fillojnë me një, ku diun, me një mesazh ose me një lyerje me krem ose nuk e di, nuk është çudi që mund të ketë diçka të vërtetë aty. Dhe pse duhet të gjykohet nga Esteri? Kush është Esteri? Që gjykon një masazh të bërë për qef nga Frederiku dhe Nena. Pse Esteri që është kaq e re duhet të marrë rolin e asaj, si thua, parimore së madhe aty? Do të bjerë në sy? Apo do të zërë vëndin e Big Mamës? Sepse pasiku Alba duket sikur Esteri tani ka zënë vëndin e Big Mamës, që është ai personi që se Big Mama ja ka lënë vëndin e Esterit, dakord. Aty i bie o merre vëndin ose... Mendoj që Esteri po përpiqet të bëj protagoniste nëpërmjet situatave të tjerëve. Nëse ajo mund të krijojë një situatë vetë, Esterin e kanë bërë më mirë, më bukur. Protagoniste bëhesh në momentin që ti lufton fort për ta marrë dhe të tjerët dhe terrenin e ke të hapur. Po nuk bëhesh protagoniste duke thënë kjo gjë më pëlqen dhe ky po e bën gabim këtë gjë. Esteri thot mendimin e vet. Në momentin që unë them dhe shpreh sinqerisht mendimin tim, sepse unë kështu jam e gatuar. Unë mund të kem shumë gjëra në jetën e përditshme ose aty brenda, po të jem aty brenda, mund të ketë shumë gjëra të cilat nuk përshtaten me karakterin tim, me edukatën time, me mënyrën se si jam brymosur unë. Dhe Esteri këtë po shpreh, është vetvetja, nuk po bën diçka që është jashtë vetes. Pra marr pak rolin e moralistes. Në momentin që Esteri shpreh që kjo gjëja nuk më pëlqen dhe tani kemi sy të gjithë dhe i gjithë publiku e ka parë që mënyra se si po bëhej ai masazh, po e përsëris edhe një herë. Nuk ishte një masazh se të gjithë kemi bërë masazh. Kemi miqe, shokë edhe aty ku punojnë, unë jam aktore dhe shpesh herë ne kemi marrëdhënie më të afërta me njëri tjetrin. Nuk po them masazh, por dhe mënyra se si komunikojmë me njëri tjetrin. Jemi pak më të çlirët, po themi. Është ndryshe të kesh dhe të përçosh një lloj energjie X, dhe është ndryshe ta bësh atë gjën me sinqeritet, duke parë tjetrin si thjesht një mik. Nëse do t'ishte Elinara, për shembull, në vendin e Nenës, kam përshtypjen që energjia do t'ishte komplet gjë tjetër, apo nëse do t'ishte Big Mama. Sa i përket pastaj pjesës... Po t'ishe një dalë lëvizje, një të një gjë do thoshim, edhe për Big Mamën, edhe për Elinarën. Sidomos për Elinarën, po. Së bëjmë emisione masazh. Ta them unë, Elinara do i fuste pjesën e Gallatës, brenda, dhe Big Mama do ta trajtonte sikur ta kishte babajnë e vet. Po ju them është ndryshon energjia tek gjithë secili në mënyrën se si e përçojnë. Apo jo? Jo, nuk dua të merrem fare me aspektin e masazhit. Unë dua të merrem me dy të ftuarit, me miqtan. Ç'të keq ka që një vajzë 23 vjeç, kur e ftuara thotë që e njoh që fëmijë dhe është e njëjta, ç'të keq ka që të kemi një brez 23 vjeç që vetë përmbahet ku t'i gjejmë, që ka ndryshe nga brezi i saj, që i pas ka pëlqyer dhe është përshtatur me familjen patriarkale, që di të vetë kontrollohet. Unë, Esterin, nëse ajo është realisht ky karakter dhe jashtë, dhe vazhdon të shpreh një karakter me këto vetë përmbajtjet, unë do të nxirrja fituese, sepse njerëzit që vetë përmbahen dhe njohin kufit ka një vlerë më të shtuar se njerëzit që s'kan fre dhe turen drejt humnerës, dhe nëse Esterit nuk i pëlqen ai masazh, ka gjithë të drejtat ta thot, ka gjithë të drejtën të shpreh mendimin e saj, sepse Esteri është një vajzë 23 vjeçe, ka hyrë në një arenë të panjohur dhe nëse thot një fjali më tepër, është 23 vjeç, le ta shprehi, ama është drejt për drejt dhe ka lirinë e saj të shpreh atë që nuk i pëlqen. Dhe mua ai masazh më duk shumë erotik. Për mua në gjithë rrugtimin e saj, Esteri për mua është shembull i asaj moshe, sepse dhe nuk është ajo që ne jemi mësuar të shohim këto kohë, këto vite, janë ca etalone të cilat i shohim kudo. Për mua Esteri bën diferencën për sa i përket E di çfarë shikoj unë në gjykimin të lutem. Nuk mund të jesh dot moderne,
nëse ti ke dhe këto bindjet e tua të vetë përmbajtura. Ma thonë dhe mua shpesh. Nëse ti, unë jam shumë moderne, ama vetë përmbajtja për mua është një vlerë e shtuar e çdo individi. Dhe sidomos e atyre në ekran. Vetë përmbajtja për mua është kurora mbi kokë. Sepse ne jemi shembull. Duhet të vetë përmbajmë. A mund ta them një fjali për të mbështetur atë që thash, patjetër që është një model, një vajzë shumë të mirë. Por a jetojmë në një botë ku të gjithë paragjykojmë dhe gjykojmë pafundësisht në rrjetet sociale. Nuk ka paragjykuar. Do i kishte thënë dhe Elinarës. Dhe është marrë me punët e të tjerëve. Do paragjykosh, çfarë do merret aty nëse nuk ka debate? Do paragjykosh do të thotë që ti të mos jesh prezente dhe të mos a shohësh atë sken, por ta ka thënë dikush tjetër që ka ndodhur kjo dhe në momentin që ti je prezente aty e shikon dhe ti merr energjinë që po ndodh dhe ne marrim energjinë nga ekrani, jo më ajo që është aty brenda. Unë e gjej shumë të rëndësishme ta them këtë. Dhe sa për brezin e vetë përmbajtur, unë personalisht e kategorizoj veten si esteri në shumë aspekte. Ama po e them dhe një herë, është një platformë publike. Nëse ty nuk të pëlqen një fenomen, gjej mënyrën e duhur për të argumentuar dhe për të nxjerrë shembullin e mirë që ti je. Kaq, jo duke bredhur dhe duke thënë, unë zbëj emisione masazhesh, sepse ky është problemi, sepse ky vend nuk pranon të përparoj, sepse njerëzit nuk i komunikojnë problemet në mënyrën e duhur. Ajo e ka shprehur. Ajo e ka shprehur. Parimi, unë bë një muhabet me ne. Cili është përparimi? Se ne jemi përparimi është ta ulës me në situash. Masazh. Hajde. Çfarë po ndodh te çfarë? Po mirë, atëherë në qoftë se ti popull nuk dim të komunikojmë dhe Estri në një moment që thon një fjali të caktuar, është një adult. Në momentin që thon një fjali të caktuar, fare mirë këtë gjë mund ta marrë dhe mund ta bëj kauzën e saj. Të tregoj brezin e përparuar pa paragjykuar duke komunikuar. Do të thotë përparim se më duket se e kemi marrë pak mbrapsht të pjesën e përparimit. Kemi vite që e kemi marrë mbrapsht, e kupton? Për mua në këto formate dhe media, media, unë kam punuar në media që kur kam qenë kaq. Dhe unë di vetëm një gjë, media është edukim. Kemi parë emisione edhe reality show dhe kemi parë fëmijë që marrin etalone dhe thonë do bëhemi si këta, të cilët nuk janë shembulli i duhur për mendimin tim. Unë them që ne këtë përparimin dhe këtë modernizimin e kemi përkthyer pak keq. Nuk është gjëja që tha totalisht e gabuar. Mënyra si tha, në për të dëshiruar. E tha në formë thashë themi, nuk argumentoj. Po ku ta gjejmë kemi njerëz të drejtë për drejtë, më që të na i thonë gjëra troç dhe mos na rrafin krahët. Edhe të na e zbusin situatën. Për drejt, merre dhe ula. Më fal, a vajti nena dhe u përqafua më pas me Esterin? Duhet ta mbyllim ato të dyja të lumtur për Esteri ka dhe një komunikim e cila kërkon falje, e cila arrin të shpreh një edukat. Eduard Kita i shpar që kështu jam në rregull. Dhe disa raste ka treguar që ditë kuptoi dhe moshën e saj. I ka treguar këto momente. Pra unë e vlerësoj Esterin pafund. Mirë, mua më duhet ne vlerësojmë, po mënyra e tham domethënë. Adelina, shumë faleminderit që ishe pjesë e Ferma Club. Faleminderit. We love you. Faleminderit juve dhe ju uroj suksese dhe uroj suksese gjithë produksionit për gjithë spektakël të mrekullueshëm. Faleminderit. Do të kemi publicitet, do të rikthehemi në pjesën e tretë me një tjetër të ftuar. Mos ta humbisni. Do ikim pastaj. Në këtë pjesë të tretë dhe në studio na është bashkuar një mbështetës i njërit prefermerëve, Anduelet. Kam këtu me ne Elton Nikole. Faleminderit për ftesën, gjithmonë me si. Elton, ti vjen në mbështetje të Anduelit, je miku i tij më i mirë. Patjetër, po. Ne kemi shkëputur disa situata të cilat kanë ndodhur në Ferm me Anduelin. Është një emër goxha i lakuar, goxha i komentuar në rrjet dhe do doja shumë të dija të gjithë opinionin tënd se si e ke parë ti Anduelin nga jashtë dhe se si po të duket Andueli brenda në Ferm. Le ta nisim nga një konflikt që ka ndodhur midis Limit dhe Anduelit. Po kthehem pak në kohë dhe pastaj do kalojmë te gjitha çështjet që janë më. Besoj nëse ka ngel diçka akoma pa shpjeguar në këtë histori, është kuptuar në fakt edhe nga Prime që pasi doli Limi u shpjegua shumë mirë sa i përket qëndrimit i tij kundrejt Anduelit, sikurse Andueli kundrejt Limit.
nuk ka asgjë midis tyre, një konflikt të ngritur ose të lënë pezu, patjetër që në termat e lojës ka grind, ka emocion, ka dhe gjak nxehtësi. Ata të dy ishin përballë një diskutimi edhe një konflikti në fakt që secili duhet tregonte armët e veta, kur në fakt të dy patën të njëjtat armë, debatin dhe ngritjen e zërit, kështu që është shpjeguar, asnjëri nuk mban qendrim. Pak publikun, a njihet Andueli dhe Limi jashtë termës, sepse dim që jetojnë në një lagje? Mund të jenë në njëjtin lagje, biles edhe unë jam aty, e sigurt që nesër pas nesër do na bëjnë tavolinat përbashkëta, patjetër, prandaj qëndrimi të dyve është shumë i sor nga të dyja krahat, kështu që nuk besoj se ka diçka për të shqetësuar. Sepse ne e pam deklaratën që bëri Limi kur doli, sa që unë thjesht gjeta personin e parë për të kapur ai që lloj Andueli dhe ndodhi debati me Anduelin, por Andueli këtë gjë nga brenda nuk e di. Dhe prandaj shiko, ndodhi diçka së dhe kjo na bën që ne të besojmë që ata mbas edhe njihen jashtë dhe e kanë stisur këtë situatë midis të dyve. Besoj pas vendimit të Limit për t'u larguar, nuk kishte më arsye sepse duhet mbanin qëndrim me njëri tjetrin, patjetër që ishte në termat e lojës gjithçka, domethënë përballja e Anduelit me Albën e bëri që Limit ndërhynte edhe në një farë mënyrë të vendoste një farë drejtësie, por që normalisht kur vendosi dilte edhe vetë nuk kishte më arsye që ta vazhdonte këtë lojë. Kështu që besoj se e sqaroi edhe këtë pjesë. Besoj jashtë do të vazhdojnë të jenë miq ose të krijojnë një miqësi, pse jo, sepse miqësia aty është krijuar sadopak. Atëherë me që e sqaruam këtë moment të Limit dhe Anduelit, le të kalojmë te një moment jo më pak i rëndësishëm midis Big Bassës dhe Anduelit. Ka qenë një debat shumë i fortë me tone të larta dhe me disa fjalë që janë thënë që nuk mund të kthehen mbrapsht, mendoj. Okej. Kam një klip dhe e shohim dhe ta diskutojmë. Okej. Sa për këtë lojës, ka boli një zhuar lojë. Le thjesht du të më janë zëftyrën. Atë kom thonë që këtu më e tepro se i e tepër, më e bon, mos e gjuna. Po pak ja ke bo, ma shumë edhe unë dhe të bashkangjit. Qa është të ti pres kohë? Qërta pres kohë, eliminim nga gara. Kështë dyta herë që banë personat. Palin fora, me pas kujdesi si pres. O, si! Intrigant, servil, gjitha i keq. Gojën e ka të shfrenuar, është 24 vjeç, pretendon që është profesor. Intrigant, servil, ti gjitha i ke, muaj pak meshnet. Qa gangsteri është? Muaj pak meshnet, o, ku të parë më këshunë? Mua, gjas me si qenush i vogël. Ciao! Ja thash me shpirt. Ja palova, dak, ma boni shumë, mos ma më këshunë, Gjithë më paloja, më shumë da. Udhëzimi vjen trajtat ndryshme, kupto, por që këtu është të mërësisht e madhe. Do gjënov, hama. Ku jeni me grupi psikiatria? Bona, se mush venim servila. Yeah. Ciao. O, pederas, po s'pa parë më këshunë. Ciao. Robert, okej. Ciao. Nuk e ke shonsin me mua, Anduel. Puqi me mua, mos Nuk e mba, ke okej. shonsin. Pederast. Fjalë të rënda, pas servil, vinë dhe këto fjalët që unë nuk do doja të Dhe ai është akoma në shtëpi. Dhe ai është akoma... Sepse e zgjedh publiku këtë që t'jetë shtëpi, patjetër, nuk është se... Po patjetër, duhet të respektoj vendimin e publikut dhe besoj që do shkojë shumë gjatë dhe deri në fund sigurisht. E disa i lumtur jam, të gjitha hallet e Shqipërisë do mbarojnë, sepse Anduel Kovaçi do qëndrojë shumë gjatë në fund të ferma VIP. Do me thënë ai fjalor, unë nuk arrita kuptoj, unë jam skandalizuar, okej, dakor. Jo, nuk ka asgjë për t'u alarmuar, patjetër. E mbron do të fjalorin e shokut tënd. Shiko, të shpjegoj. Pyetja është po se jo, e mbron do të fjalorin e shokut tënd. Po prit se përgjigjja nuk mund të jetë po se jo, ka një argument. Dhe argumentojë më vonë. Po ja të jap argumentin pastaj përgjigjen. Shiko, atëherë aty u përdoren shumë terma ofendues. Ato që dëgjuam ndërtoi ishte Zagar, psikiatri. Nuk besoj se të vesh në termat psiqik, një grup të madhë, dhe ta paralizosh dhe të thuar që termi, mund të përmënd? Jo. Pederast, gay, është një term më shumë ofendua se sa ky tjetër. Kështu që, po flasim për një lojë të agravuar. E gjithë e curia e marrëdhënies midis Anduelit dhe Big Bassës ka qenë patjetër shumë konfliktuale dhe e nxehur, patjetër. Nisja e lojës ose më saktë e lojës. Lojë e quaj patjetër, por që e kundërpërgjigjet ka qenë u nis nga Big Basta faktikisht.
Andueli, nëse keni vënë re, edhe ironi që përdor, dhe shakat, dhe ofendimet që përdor, I fut shpesh në muzikë. Edhe kjo bën më mirë. Prit, jo, më fal pak. E dëgjuat shumë mirë, ai krijon vargje duke përdorur edhe terma që donte. Dhe Big Basta ka qenë ai që tha, pse më këndon mua, apo ke diçka. Pra, vurin diskutim orientimin e Anduelit, pra që Big Basta I pari. Wow. Të e din të gjithë. Dhe Andueli jo, më fal, në rast se përfundimi I njëjtë është, pra të dy po diskutojnë orientimin njëri tjetrit, apo jo. E shprehur në terma të ndryshme, por që dim që Big Basta është pak më I tërhequr, nuk është ekspresiv sa Andueli, kështu që duhet mendojmë si është Andueli, si është Big Basta, nuk mund të jenë të dy njësoj. Kështu që absolutisht termat nuk janë të duhur. Mënyrën e të shprehurit të Anduelit. Dakord, sepse dhe unë në fund ditës jam shumë I bindur që Andueli do dali dhe do shohë kush e ka mbrojtur ose jo. Është kundërpërgjigjur asaj që ka thënë Big Basta. Patjetër që po. Dhe neve unë vazhdoj të them, unë sot kam marrë stafetën e dhënit pak mend, sepse qartazi sot pas kam pak më shumë për të dhënë se sa herët e tjera. Do të thënë që ne të justifikojmë një dreq fjalori që qartazi në vendin tonë përdoret si një ofendim tepër derogativ kundrejt personit tjetër dhe ne dalim themi jo pse e ka iniciuar dikush. Fakti qëndron dhe e vërteta është që mënyra se si kundërpërgjigjesh, ajo të diferencon vlla. Dhe që ti të kundërpërgjigjesh me mënyrën që është kundërpërgjigjur Anduelit, shkosh të dhoma rrëfimit, ja thash me shpirt, ja dola, po është për tartë keq. Është profesor, supozohet të jetë artist, ka bërë këngë për nënën e tij në festivalin e fundvitit dhe shkon përdor ato terma dhe shkon I mbron me gjoksin më të madh, në vend që të shkoj të thotë kam tepruar sepse je në televizion. Më fal, të kundërshtosh veten është një dhunti që duhet ta përdorin të gjithë, jo absolutisht. Kundërshtosh veten. Ai nuk e kundërshton veten. Ai kur e thot diçka e mbron deri në fund. Madje Andueli është Andueli dhe është penalizuar për sjelljen e atij fakir dhe nuk e kanë kundërshtuar kurse si këtë lloj vendimi, bile se ka mirë pritur. Kështu që Andueli e thot gjën, patjetër, dhe pret ndëshkimin mbrapsht, nuk është problem fare. Ama është ballapur dhe thot, unë këtë e them dhe e mbroj deri në fund. Kjo nuk është asgjë e keqe. Kjo e bën më të fortë në lojë. Ama Andueli nuk kërkon ndjes. Dakord. Kur mendon, patjetër që kur mendon. Jo, kam një pyetje. Andueli mendon vërtet që Big Basta është gay apo është ato sharje? Jo, absolutisht që jo. Nuk besoj absolutisht. Në të dyja krahat nuk besoj se ka një dyshim të tillë, sepse të dy kanë një jetë bashkëtorë ose në çift, kështu që nuk besoj se diskutohet kjo pjesë. Ose në fakt ajo termat ofendues nuk vijnë nga logjika, por vijnë nga gjakzësia në atë moment. Pra, ka thënë për ta sharë. Absolutisht kanë qenë vetëm terma ofendues, po jo po sa po I the çfarë more që si është ofendim? Ka Dorina diçka? Në të dyja krahët të jesh në psikiatri është ofendim, patjetër. Po jesh në psikiatri, ka thënë duke qeshur. Jo. Thoshte hajde bëu dhe ti me grupin edhe bëhemi të gjithë me kartel. Jo, absolutisht. Du ta shohim të gjithë materialin, du ta shoh, e ke parë gjithë. Aftësi dhe zgjuarsi të disht kundërpërgjigjesh. Dhe kur kundërpërgjigjesh me ato terma, tregon nivelin e intelektit tënd. Absolutisht. E ka treguar Andueli vazhdimisht intelekti I tij nuk është nevojë, absolutisht. E thjeshtë është. A mund të flas? Oke. Unë dua të them që Andueli nuk tregon as pak karakter konservatori aty. Pse? Kur flitet për qoftë edhe për ligjin e kodit familjar, ne e lëm në hije sepse është drejta private. Dhe kur lihet në hije, e para njerë gay nuk është sharje, është gjendje, është zgjedhje e orientimit seksual. Unë nuk e di pse ju vetë që e mbroni si teme quani sharje, nuk është sharje të thuash je gay, është gjendje. Dhe kjo gjendje është për mua në këtë moment një akuzë. Dhe ai do thoshte jo, unë nuk jam gay dhe kjo është gjë, unë nuk e shikoj fare, është akuzë gjendjeja. Dhe në këtë moment, kur ky njeri fillon me termat pederast, nuk është karakteri konservatorëve. Konservatorët e lënë në hije këtë gjendje. Pse? Që mos ta dëgjojnë fëmijët. Pra, ky është një karakter rrugëçëria. Më kuptove? Që do të thotë, dua t'ju bëj me dije. Ai e përdor për ta sharë. Kur ne, si orientim konservator, kërkojmë disa kufinj, nuk kërkojmë që rrugëçëria t'i thotë vetes konservator dhe të mendoj se do ketë publik me veta. Ky publik duhet të kuptojë që mënyra se si kërkon të argumentosh dhe të shprehesh, ose mos fol fare kur nuk di të shprehesh, mos e prek fare atë temë, ose më sot të flasësh, sepse kanë kaluar kaq shumë vite dhe duhet vendoset një balancë në këtë shoqëri dhe duhet vendoset një respekt për hir të brezit të ri. Kjo temë është për hir të brezit të ri dhe të të vegjelve. Edhe e mbyllim këtu.
Pra, ai njeri, për mendimin tim, përveç se ka bërë shumë gabim, ka bërë dhe një akuzë ndaj një bashorti, ndaj një burri të martuar që është akuzë që ja ul pikët, sepse është akuzë që askush se beson, e kupton për Big Bastan. Pra është një akuzë që do të dali nga një situatë që nuk di ti përgjigjet fjalës psikiatri. Pra, duhet të dinte që lojën e psikiatrisë ta kalonte në një fitore të veta. Nini, ti si do reagoje nëse do të thonte ty ajo gjë që ju tha Big Bastës, dhe të njëjtën pyetje kam dhe për ty, Elton. Si do reagoja? Nuk është puna si do reagoja. Puna është që unë personalisht jam shumë koshient për faktin që ndoshta s'do reagoja fare dhe thjesht do i tregoja personit tjetër që vazhdo vlla se ky je ti. Pra, e gjë që ti di të bësh është të ofendosh në mënyrën më të poshtër të mundshme, duke e ditur fare mirë se në çfarë ambienti jeton dhe se në çfarë shoqërie jeton. Dhe me qëra fjala, nëse flasim për mbështetje, nëse mbështetja është e rëndësishme vetëm në numra, atëherë po Andueli ndoshta dhe fiton. Por nëse mbështetja varet nga intelekti dhe nga sa publiku di të gjykojë, atëherë më besoj që mbështetja është kaq, po kaq e ulët sa ti nuk e ke iden. Dhe mua për këtë më vjen keq. Nuk më vjen keq vetëm për Anduelin, më vjen keq edhe për publikun që e mbështet. Por kjo është temë tjetër pastaj. Por që unë personalisht se di. Do shta janë tema të tjera që... Do shta janë tema të tjera, por unë e di që unë të bëja patut. Pak po e sigurt. Elton, nëse nuk e më gjë për të, nuk e më koment për këtë? Jo, absolutisht, nuk e mbështes absolutisht këtë diskutimin me ofendim, absolutisht, jam komplet kundër. A është kështu dhe jashtë? Po siguri, është Andueli jashtë. Jashtë, kështu të kthehet, apo është me ta kthen me shaka? Nuk besoj se jashtë kemi tema kaq të forta diskutimi, sa që shkoj deri në këtë pikë. Jashtë është më thjesht, mund t'i shmangësh, mund t'largosh, kurse aty je brenda 4 muaj, kështu që duhet të reagosh. Mënyra e reagimit pastaj është drejt ose jo, patjetër që ka gjykim. Elton, kam dhe një pyetje tjetër, si të duket miqësia midis Anduelit dhe Andreas. Dihet që ka ndodhur javën e kaluar dhe këtë prime, u vendos Andrea në një pozicion të vështirë, zgjedhja që bëri, çoi në rezultatin e përplasjes kokë më kokë të Frederikut dhe Anduelit në një televotim, dhe u duk sikur u përça pak shoqëria e të dyve. Në këtë javë që kemi parë, tema e vetme që ka përdorur, po themi në thonjza dhe një klani, se shohim 2 klanet formuara, i Big Bassës ka qenë pikërisht ky duke sulmuar Andrean për zgjedhjen që bëri. Absolutisht unë gjykoj zgjedhjen të drejtë që bëri, patjetër, sepse Andrea kurse si nuk mund mendonte që këta do të jenë 2 humbës, pra Frederiku me Andrean. Pra i futi që në lojë, i futi si fitues dhe do të fitonin, do shpëtonin të 2. Kështu që nuk mendoj që do jenë të rrezikuar. Zgjedhja ti ka qenë e duhur. Fatmirësisht e gjithë skema përfundoi në regjin ku heroi triumfon, Andrea si hero patjetër që u dha fuqia mbrëm për të shpëtuar të eliminuarin, kështu që përfundoi ashtu siç duhet. Besoj që loja vazhdon poshtë të fuqishëm nga 2 krahët. Kam dhe një pyetje të fundit. Ester dje u zgjodh kryefermere dhe vendosi të marrë Anduelin si të ftuarin e saj. Pse mendon jo pse zgjodhi Esteri, po pse pranoi Andueli që t'ishte i ftuari? Unë mendoj se Esteri dhe Andueli kanë një miqësi që mund t'i krahasoj me 2 shok banke, biles ato 2 shok të bankës fundit që vetëm bëjnë trazira dhe duan të krijojnë ato skemat për t'i futur të gjithë në lojë, kështu që besoj për qenë më prezent Esteri ka zgjedhur Anduelin dhe ka bërë zgjedhjen e duhur patjetër. Mua më duhet ta mbyll, kemi të gjithë në nominim për të preferuarin. Janë të gjithë fermerët, do shohim të hënën se kush do jetë. Kush mendoni se është një emër? Preferuar, Esteri. Nini? Do të dakordsohem, po jo se jam totalisht i bindur. Klotilda? Edhe unë tek Esteri edhe ndoshta dhe Randi mbeten. Elton, ti besoj? Jam midis Esteri dhe Anduelit. Do t'i jap më shumë vëmendje dhe pjesa e fermerës. Besoj se po. Unë të falenderoj që ishe me ne. I falenderit juve. Falenderit gjitha opinionet e tua. Ju falenderoj ju 3 opinionistët e kësaj pjese. Unë do ju lë takim të shtunën e ardhshme në orën 13 në Vizion Plus. Mirupafshim. Faleminderit.